përshëndetje, në emrin tim dhe të degës Partisë Demokratike Librazht, dua të ndaj një shqetësim me banorët e këtij qyteti dhe të zonave përreth. Objekti i ndërtuar mbrapa shtëpisë time, prej 3 apo 4 vjetësh, kishte si qëllim prodhimin e veshjeve të timonave dhe punësimin e 200 apo 300 personave. Por sot u informova se në këtë repart janë punësuar shumë e shumë persona të ardhur nga Bangladeshi dhe punojësit vendas janë zbuar nga puna. Dhe kjo tregon që pushteti vendor dhe pushteti qendror nuk kanë pasur një program të mirëfillt të punësimit për vendasit, por një strategji të heshtur, jo të ligjëruar, për të shpopulluar vendasit dhe për ta mbushur me banor, me emigrant të ardhur nga shtete të ndryshme të botës. Unë sot dua të bëj thirrje që ta ndalojnë këtë skemë të rrezikshme dhe t'i japin prioritet punojësve vendas, sepse duke u larguar këta nuk mbetet asgjë tjetër vetëse të zvendësohen shqiptarët me të huaj dhe të lulëzoj mafja dhe pushteti i mafjes i drejtuar nga Edi Rama. Deputeti i Librazhdit, Taulan Balla, është ngritur edhe në parlament, por ka sjellur edhe Edi Ramën këtu në këtë të është quajtur fabrikë, se ne po prodhojmë pjesë benzi. Në fakt, këtu po prodhohen veshje timonash, por edhe këto janë me punëtor të huaj edhe jo me punëtorin vendas. Prandaj edhe njëherë i bëj thirrje pushtetit vendor, pushtetit qendror, që t'u japi prioritet punojësve vendas, sepse kjo gjë ne po na çon atje ku nuk do ta dëshironim kurrë në kurrës, se njerëzit po ikin dhe po lënë në mëshirën e fatit pronat e tyre dhe po zvendësohen me Bangladeshat. Faleminderit.